Kombëtarja e Kosovës ka kaluar pengesën e parë për të shkruar historinë për kualifikim në kampionatin botror 2026. Në Bratislav, Kosova e mposhti mbrëm Slovakin me rezultatin 4-3 dhe tani është vetëm një fitore larg kualifikimit për herë të parë në një ngjarje madhore të futbollit, në këtë rast Kupën e Botës. Pas kësaj fitore, Kosova të martën mbrëma e pret Turqi në Prishtinë në finalen e play-offit dhe në rast të fitores do të shkojë në botror ku do të bëhet pjesë e grupit D, pjesë të cilit janë SBA, Paraguay dhe Australia. Dritan Rahmani si zakonisht bënte punën e tij me futbollistët e Llapit në fushën që gjendet në fshatin Peran të komunës së Podujevës. Derisa këshillonte lojtarët e reja dhe monitoronte punën e tyre, mendja e tij ishte edhe në Bratislav, aty ku kombëtarja e Kosovës kërkon mundësinë për arritjen historike, kualifikimin në Kupën e Botës. Kosova në mbrëmje prej orës 20:45 do të përballet me Slovakinë në duelin gjysmëfinal të play-offit për kualifikim në botror. E pjesë e dardanëve është sulmuesi Albion Rahmani, i biri Dritonit, i cili gjithashtu ka luajtur futboll si dhe ka qenë pjesë e kombëtarës së Kosovës në vitet e 90-ta. Çdo herë kena në mendje që Kosova në herë të kualifikohet në botror apo evropian. Kjo është ëndra ime që nuk u realitet, por mendoj që me birin tim Albionin të arrihet ky sukses historik i Kosovës. Dritoni, që është vazhdimisht në kontakt me Albionin, pranon se kanë diskutuar për botrorin që këtë vit mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksike, Kanada. Shpresojna dhe mendojna që në këtë ndeshje të dalin fitues dhe ta presim në finale të honën me Turqinë apo Rumaninë. Rrugtimi i Albionit deri te Sparta e Pragës, ku është tani, nuk ka qenë as pak i lehtë, duke filluar prej gjeneratave të reja. Ka pas jashtëzakonisht vështirësi, do të shënoj nëse japet mundësia, edhe na jena më të gëzueshmit në botë nëse Albioni shënon dhe Kosova kualifikohet. Te Sparta, Albion Rahmani është transferuar nga Rapidi i Bukureshtit, ndërsa në afatin kalimtar të janarit kishte interesim nga Premier Liga e Anglisë, Serie A e Italisë dhe Ligue 1 e Francës. Gjatë verës, nëse kena ndonjë ofertë që ka të interesuar të shohim ku mundna me bë më të mirën për ta. Dritoni pranon se i gjithë rrethi familjar është i kënaqur deri më tani me Albionin, por nëse ai kualifikohet me Kosovën në botror, atëherë shton se kjo do të ishte një ëndër e paimagjinueshme që ta shohë të birin në një turne të tillë. Dita e njëjtë e gjeti në Krusht të Madhe. Krejt kjo në përvjetorin e 27 të masakrës më të madhe në Kosovë. Pas përfundimit të akademisë, presidenti i vendit Vjosa Osmani u pyet për aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Kjo me që institucioni më i lartë për interpretimin e kushtetutës e rrëzoi dekretin përmes të cilit Osmani e shpërndau kuvendin e Kosovës. Për tema tjera tashmë jemi deklaruar. Ju faleminderit për mirëkuptimin. E njëjtë veproje edhe ajo që pas 4 prillit do të ushtrojë detyrën e Osmanit. Jo këtu, të lutem, jo këtu. Sipas aktgjykimit të fundit, dekreti i presidentës nuk prodhon asnjë efekt juridik, ndërsa sqaroi se deputatët kanë në dispozicion edhe 34 ditë për të përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të ri. Brenda 34 ditësh, kuvendi duhet të bohet, të vazhdojë procedurën e filluar, e ka valorizuar ky vendim edhe atë dispozitë që ishte e anashkaluar nga këta pretendentët që dolin me çdo kusht ta respektonin afatin 30 ditor vetëm dhe jo atë 60 ditorshë, tani e ka valorizuar dhe ka thënë që në harmoni afati i 60 ditori dispozitës 86 dhe ky tjetri 82.3 janë në harmoni, duhet interpretuar në përbashkësi. Baraliu shton se dekreti tregoi se presidenti nuk e shpërbën kuvendin. Ka thënë po ashtu që kuvendi nuk mund ta shpërbëjë presidente, që do thotë ajo ka gabuar, po thotë kuvendi shpërbëhet, se është dispozitën 86, ex konstitucionis, pra Shqip edhe ma Shqip i bjen kushtetutshmërisht, ose në bazë të dispozitës e kushtetutës, që është në 86, vetë-vetiu, pra pa i thënë askush. E avokati Arbër Jashari thot se gjykata nuk ka konstatuar shkelje kushtetuese, por shton se dekreti i Osmanit nuk prodhon efekt juridik. Gjykata
kushtetuese shprehimisht nuk e ka thënë. Gjykata kushtetuese në dispozitivin e saj ka mundur të thotë pika 1 të konstatoj se dekreti i datës kaq është apo nuk është në harmoni me kushtetuesen, pika 2 ta shpall nul dhe ta shpall që nuk ka efekt juridik, po një gjë të tillë nuk ka thënë, përderisa ajo nuk e ka thënë shprehimisht. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese u mirëpret edhe nga presidenca e Kosovës, duke thënë se në të nuk u gjet asnjë shkelje kushtetuese nga Osmani. Për 2 javë pushuan. Por të zgjedhurit e popullit tashmë mund t'i kthejnë punës në kuvend, të paktën edhe për 34 ditë. Brenda kësaj kohe, deputetët i pret një sfidë që përcakton mandatin e tyre në tempullin e demokracisë. Andaj para se vendit të rrezikojë shkuarin në zgjedhje, vlerësohet se deputetët duhet që me nxitim t'i përfundojnë disa marrëveshje ndërkombëtare që vendit i sjellin goxha para. Ka disa marrëveshje ndërkombëtare që presin ratifikimin e kuvendit dhe vlera totale e tyre shkon në mbi 100 milion euro dhe kjo është padyshim një nga rëndësitë më të mëdha për shtetin e Kosovës, duke qenë në situatën gjeopolitike ku jemi, ku çdo ditë më shumë bëhet më vështirë çësia në financat ndërkombëtare. Duhet të shfrytëzohet ky moment dhe të ratifikohen këto marrëveshje. Pastaj është po ashtu marrëveshja për antarësim në Bordin e Paqes. Me rëndësi etike sipas Besar Gërgit nga GLPS, konsiderohet edhe kalimi i disa projektligjeve si parakusht që Kosova të përfitojë fonde. Ligje që kanë lidhje me planin e rritjes, duke qenë se ka përfitim të drejt për drejt financiar nga zbatimi i reformave që parashihen aty, dhe aty janë një sër ligjesh siç është Kodi Civil, ligje sa i përket rregullimit të statusit të falimentimit, ligjet e energjisë. Sipas profesorit Fadil Maloku, veç marrëveshjeve, kuvendi duhet vazhdojë edhe me mbikëqyrjen e institucioneve përmes komisioneve parlamentare. Qofse ashpërcohen rrethonat e jashtme edhe që kanë refleksion edhe në rrjedhat edhe proceset e brendshme, këto mundën me sjell pasojë dhe mundën me sjell probleme edhe natyra ndryshme ekonomike, politike kështu me radhë. Aktualisht janë 33 institucionet e pavarura që deri në fund të marsit duhet i dorëzojnë raportet e tyre në kuvend, ndërkohë që janë edhe mbi 30 pozita që duhet të plotësohen nga kuvendi apo institucione ku kuvendi duhet të delegojë antar të zgjedhur. Është ndër masakrat më të mëdha të kryera në Kosovë. E në 27 vjetorin e saj, familjarë e qytetarë të shumët bën homazhe. Por të nderuar viktimat e masakrës në Krusht të Madhe, të pranishëm ishin edhe krerë shtetëror. Aty u potencua se të zhdukurit nga kjo masakër vazhdojnë të mbesin ende plag e hapur e shoqërisë. Janë plag të hapura, janë mungesa të papërshkrueshme, që rëndojnë çdo ditë mbi familjet e tyre në radhë të parë, por edhe mbi ndërgjegjen tonë si kombë e si shtet. Ndaj të parës së shtetit, banorët e fshatit patën një kërkesë. Kërkojmë nga ju që në asnjë marrëveshje të mos arrihet me Serbinë pa krijuar një tribunal për masakrën e gjenocidit në Krushe dhe pa u dënuar përgjegjësit. Ne e dimë se keni presion, e ndoshta do keni edhe më shumë presion, por ma bërllog nuk bëhet. Se drejtësia duhet të vihet në vend, e tha dhe ministri për punë, familje e vlera të luftës çlirimtare. Faktorit ndërkombëtar që të luaj rolin e saj aktiv dhe mos të mbajë atë që ajo e quan neutralitet, për shkak se neutralitet nuk mund të ketë mes viktimës dhe agresorit. Veç neutralitet nuk ka aty. Dhe të ushtroj një presion mbi Serbinë të hapën arkivat e saj klasifikuara, të dorëzohen kriminalet. E njëjta porosi u dha edhe nga krerë të tjerë. Na nuk mujmë me u përballë të vetëm me një armi që është jo veç shana, nuk po hëm sa më i madh, na, po që ka edhe miq. Na për siguri, mos më na përsërit Krushja, e Krushe tjera duhet me majtë fort me Amerikën. U vranë gra e fëmijë, pleqe të rinj, të pafajshëm dhe krejt pa mbrojtur e të parë matosur. Ata vetëm një faj kishin, ishin shqiptarë.
27 vjetë më parë, më 25, 26 e 27 mars të vitit 1999, në fshatin Krusht të Rahovecit janë masakruar 243 persona, ndërsa 893 shtëpi u dëgjën. Është dita e dytë që po qëndron në Kosovë. Mirë po të ejten, diçka I azgjoj kureshtjen më shumë. Ky turist nga Italia u ndal në sheshin kryesor të Prishtinës për të mësuar më shumë rreth masakrave serbe në luftën e fundit në vend. Këto të fundit u ekspozuan përgjatë sheshit Nën Tereza si pjesë e ekspozitës Masakrat në Kosovë 1998-99. Atë që e pa këtu thot se përbën gjenocid. Po këto storje në atë ko isha duke I përcjellur në lajme. Unë jam nga Italia dhe çdo ditë në televizion e kemi parë këto masakra. Po sigurisht I lexova disa prej tyre dhe I kuptova pasi që janë në gjuhën angleze. Ishte një gjenocid, s'ka fjalë tjera për ta përshkruar. Sigurisht këto janë të mira për të rikujtuar edhe rinjve dhe ta njohin atë kohë të tmerrshme të 90-tave këtu. Ajo që ndodhi gjatë luftës në Kosovë po intereson edhe atyre që nuk e përjetuan luftën. Ndërsa ekspozitën e organizuar nga Admovere dhe Integra po e mirëpresin edhe qytetarët. Kjo ka se ndashë qysh prej fillimit që me se në opinionin ndërkombëtar edhe vendor e I njoftum për gjitha gjërat që I kanë bo përshtu si sërb me ato vrasje, masakrime, gjenocid që I ka kry. Kështu që kjo është shumë e mirë se ardhur, po mendojmë se është pak e vënume. Të marrë parasysh situatën e përgjithshme raportet që kanë me të pas gjyra ende me Serbinë, do thotë, mendoj që kjo ka qenë dashur shumë herët të kryhet. Po, megjithatë, situata një fjalë më mirë vojë se kur. E dikush tjetër thotë se nuk është bërë shumë në dokumentimin e krimeve të forcave serbe. Do ta shoh se kështu ne kemi vujtur për shënime, nuk kemi mbajtur shumë evidenca, nuk kemi shkruar shumë dhe aja që në shkruhet nuk mbetet. Është e kotit ti thush në mënyrë teorike, kur e shohin këtu, për 5 minuta në shëtitje këtu, ata do ta prekin tërë tragjedin e kombit shqiptar në për kapërcyll të kohës. Në këtë ekspozit janë paraqitur në mënyrë kronologjike 49 masakra të kryera gjatë luftës në Kosovë, duke filluar nga masakra në Likoshan Qirez 28 shkurt 98 e deri te masakra në familjen Bala 12 qershor 99. 5 muaj pas armëpushimit, realiteti në Gaza mbetet I zymt. Mira familje vazhdojnë të jetojnë në tenda të rrethuara nga rënojat e luftës dhe në kushte të rënda humanitare. Rishjet e shirë gjatë natës të së henjtës vetëm sa e përkeqësuan situatën, duke përmbytur kampet e improvizuara dhe duke I kthyer ato në balë dhe ujëra të ndotura. Thar Abu Hamad ishte njëri nga ata që u zgjua mes ujit që kishte depërtuar në tendën e tij në Xhabalia. Për shkak të zhvendosjeve të përsëritura, ne u detyruam të jetonim këtu. Është disi e sigurt, megjithse asku nuk është vërtet e sigurt. Shiu nuk ndaloi gjatë gjithë natës. Niveli I ujit vazhdoi të rritej jashtë ndërsa flinim. Pastaj për habin ton, uji hyri në shtëpinë tonë dhe të fëmijëve tanë, ndërsa ne po flinim brenda. E pak më të një tjetër I zhvendosur, Tarek Hamuda tha për Associated Press se tenda e tij u shem për të pesën herë. Unë jetoja në një tendë me vajzat e mia dhe na u shem 5 herë. Këto janë ujërat e zeza. Siç e dini, nuk ka infrastrukturë në Gaza, nuk ka infrastrukturë. Ujërat e zeza na vijnë nga rruga sepse infrastruktura është në rënoja. Mes kushteve të vështira të jetës, rreziku ende mbetet I pranishëm kudo. Sulmet ajrore izraelite të cilat kanë vazhduar edhe pas armëpushimit, vetëm të mërkurën lanë një person të vrarë dhe 8 të tjerë të plagosur në një kamp të zhvendosur ish në Deir El Bala. Autoritetet lokale I konsiderojnë këto sulme si shkelje të vazhdueshme të armëpushimit. Ministria e Shëndetësisë në territor ka bërë të ditur se që nga 10 tetori, këto sulme kanë lënë të vrarë më shumë se 689 palestinez dhe kanë plagosur 1860 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Pas 2 vitësh luftë, më shumë se 90% e teritorit të Gazës është shkatruar, ndërsa shumica e popullsisë vazhdon të jetojë në kampe të përkohshme, mes pasigurisë dhe mungesës së kushteve bazë për jetë.